Ecco. Ecco. Ecco here. Wow, Claudia. Ik een poekie. Virautti. Ecco. Virautti. Doe weer. Kijk uit. Ah, ok. Përshëndetje zemrat e bukura, mirëmëngjesi. Një fshat turistik austriak që nuk e mbajnë mend emrin, sinqerisht. Nuk e di, është një emër shumë i gjatë dhe se them dot. Për shembull, ma ka thënë vllaja 100 herë. Jemi në ditën e 15. Bram, ishim shumë të lodhur, po ajo që donte Adriana donte të provonte trenat. Domethënë, na raskapiti, na bëri kështu telef. Hyp këtu, zbrit atje, hyp atje, zbrit. Nuk e di, po këto njerëzit këtu, njeri u shko ka jeta, vetëm hyp e zbrit për trena, nuk e di. Ftofti që ka mos o zot, brr, por këtu ka vendos Claudia, është bashkëtuesja vllajt, është një vajzë shumë e mirë, shumë e dashur, shumë e respektueshme dhe jam shumë e lumtur që ai ka gjetë, domethënë, një vajzë siç e ka dash zemra. Atëherë, këtu ka vënë këto perdet që janë, se mend në shqip çfarë mund t'i thonë, por do ta hap. Dhe shikoni çik, do ju tregoj dhe pamje, ka vendosur babagjyshen e vogël, do ju tregoj pamjen këtu, do ju bëj një home tour tek vllai, por këtu vllai sa është, domethënë, sa po ka ardhur te kjo shtëpia, ka ndru shtëpi, e ka marrë pak më të madhe, dhe sa po ka ardhur. Dhe problemi është që Claudia nuk arrit dot që t'i marrë të gjitha, domethënë te salloni nuk arrit dot që të vendosi perdet, se kanë bërë disa ndryshime, shtëpia më ka pëlqyer shumë, ajri super i pastër që mua më tepër për këtë ajrin nuk e dia mushkëria me frym, edhe këtu ka me kafen, ja ku është kafja, dhe jam bërë për të bërë dush, mos shikoni, sepse mbrëm në orën 1 të natës kemi arritur, 1:30 të natës kemi arritur në shtëpi. Por jemi kënaqur, nuk kemi lënë vend pa shku, nuk kemi lënë vend pa ndalu, ftoft, një shimët, piciri zi, kurse neve për qef, për të breth. Kafen ma ka bërë Claudia, pra siç thash, sapo është transferu vllajt të kjo shtëpia dhe do ju tregoj, edhe më pëlqen pjesa, domethënë se si e ka bërë me 2 gjera, 2 plaçka, si ka vendosur, ka pëlqyer shumë. Si e ka bërë Claudia sipas gustos vet. Edhe aty tanë valizhet tona, valizhet e vogla, çanta, që unë i kam hapur për t'i veshur, sepse dhe pak dhe do shkojmë të takojmë Andin. Vllai ka ikë në shkollë në mëngjes, sepse bën në shkollë për gjuhën. Ai ka marrë dokumentat, por i duhet, domethënë sepse nuk e ka mbaruar akoma, domethënë shkollën, kështu që do shkojmë të takojmë, edhe ai ka shumë njerëz këtu që e kanë ndihmu te ky fshati. Dhe do ju tregoj që do shkojmë t'i takojmë, të gjithë kanë qenë në merak, kur ka marrë thunë në aeroport, e merrshin Andin telefon, domethënë të gjithë të austriaket, pra janë një familje e madhe, por që e kanë ndihmu, edhe ai nuk don që, domethënë, don që t'i respektoj, do mos i lej, se më kanë ndihmu, thot, edhe ai ka qenë i vetmi që ka ardhur vetëm në këtë fshat, e ka gjetë
para disa vitesh punën e ka gjetë në internet, edhe ka gjetë dhe fshatin me GPS edhe ka ardhur. Po që ka zënë vend këtu dhe ka ndihmu jashtëzakonisht shumë. Ka prerë biletat që na i bëri dhurat, ka bërë dhurat të treja, mua Argitës edhe Adrianës, por Argitës i thash mos ja pre, se më thaj që do pritet 3 bileta dhe i them jo mos e prit sepse është në shkollë dhe nuk mundet. Argita mund të vi herë tjetër vet, do të rri disa ditë. Argita 2006 do të jetë shpesh me udhime. Klaudia ka nes fshesën edhe po fshin, është një vajzë shumë e pastër, do me thënë, edhe shtëpinë e ka bërë jashtëzakonisht shumë të lezetshme. Pastaj edhe kur të dalim, do t'ju tregoj dhe pjesën e kësaj e vendit dhe do t'ju tregoj dhe pak e jashtë, syti kam pak të kuq, sepse akoma nuk jam gop mirë me gjuhë, por do t'ju tregoj edhe pjesën që këtu se si është jashtë, sinqerisht atëherë kam hap perden, se sa bukur është jashtë me lulishte dhe ajo që doja unë, sepse vllai e dinte, do të thënë Andi e dinte që do kënaqesha, se unë e dua shumë lulishtet. Vdes mbaroj. T'ju tregoj pak që ta perden. Okej. Kjo është rruga këtu. Që kalon makinat, po doja tregoj, do të thënë edhe më mrapa. Kjo shtëpia këtu më pëlqeu. Është shumë e lezetshme. Atje kishte një lumë të vogël, të vatan. Se kam hap dritarën, por kam hap vetëm lart për ta eros. Do ju tregoj sa e bukur. Që do ju tregoj prap më vonë. Do marrë edhe kafen, edhe shkojmë tani te Klaudia ta ndihmojmë. U veshëm, u bëm si gjysëm gati, ha mami. U bëm gjysëm gati dhe po ikim ke autobusi, aku është fshati këtu. Po ikim ke autobusi. Shkatë të karekla. Kjo shtëpia këtu ishte fantastike fare, më pëlqeu, kishte edhe trokospito. Kjo lagja që ka fantastike dhe fshati me pëlqen shumë. Klaudia ikën me shpejt se thotë edhe këmbanat e kishës që sapo na ran. Por që po pëlqen. Unë që nuk ju tregova çfarë ka veshur këtë trikën e gri, gunën, çantën edhe pantallona kadife, edhe atletet. Nuk patëm kohë se po na ikë autobusi. Ku do ikim tashi? Po him te kafja. Atëherë shikoni çik cappuccinon, big cappuccino, po ma sjellin kështu me tabaka veç, edhe Klaudias me tabaka veç, edhe Adrianas me tabaka veç. Adriana ka kështu limonadë portokallada dhe është kjo se e kemi të vështirë për zgjedh këtu se çfarë të marri. Wow, shikoni pak të cappuccino, kjo që ka e madhe fare. Po ku ma ka ngjet mu? Sehr Stress. Ja, ich glaube nicht. Ich habe nur einiges gebraucht. Wie gefällt es dir? Februar, oder? Ha? Februar? Februar. Ich hoffe, bis Ende Dezember bin ich fertig. Hajde. Kthyem në shtëpi, morëm për të ngrënë paketo, tash do t'i hapim të shohim çfarë kemi marrë, domethënë. Kemi marrë të provojmë ushqimet austriake. Sa ta hapim atë, do bëjmë dhe mbylljen e videos. Nuk rria dot pa bërë edhe market, ba market dhe morëm disa gjëra, ja dhe këtu po na le Andi sushin, morëm te sushin, ta provojmë sushin si i bëjnë këtu. Kos frutash për Adrianën janë ndryshme karamele dhe ngjyra që po mbahet goja. Morëm galopula, gjeldeti, karrota. Morëm advent kalendar me çokolata, tjetër këtu se një e hangëm në Selanik. Morëm limona, mori Adriana bravo portokalli, morëm këtë kosën e përgatitur me lële shtrydhe, banane. Kyçja është për mëngjes, morëm barila makarona, morëm një çokolate, Milka, banane po, morëm këto rrepat, lule shtrydhe, këte e mori Klaudia për të vënet për dekor këtu të shtëpia, mora verë të bardh, qimo molle, do me thënë limonat molle dhe salatra kemi marrë këtu, roka edhe mix.
Karrotat i thash, domatinja morëm, Adriana po lëm në macet, edhe këto salcicet me gjel deti. Këto ishin dhe whole këtu në një market, më duket të Billa quheshe, dhe shkojmë të hamë. Atëherë, ushqimet, morëm patate me qofte. Me qenë këto, me qofte duhet jenë këto, Andi di këto. Morëm patate me qofte, këtu sos, kemi marrë këto salcrat. Ta shikoj, në qaresht. Këtë do tjetë me qep, si tip xhaxhiqi, po thuj se. Duket i kanë futur të ushqi kësaj. Kemi marrë dhe për Adrianen. Këtu kemi marrë... si tip gjiro është jo, si që bëhet në Selanik gjiro. Edhe këtu po ashtu, sepse kemi marrë unë, Klaudia dhe Andi, kemi marrë një soj. Ja dhe kjo, kurse këto du t'i kishe Adriana, më duket këto janë me pull. Po, janë me pull. Këto janë ato që do ham, edhe do pim edhe pak verë. Kështu që bye bye.